hitting you with hits every day. Kush jam unë që I lartë I mret mua më pranon Nga errësira mos lindrit dashuri tregoj dashuri tregoj Këllaj bota lirë është I lirë për jetë Jemi rikthyer në studion e Buzëqeshit ditës, sot data shënon 22 prill, dita e tokës, dhe në një kohë kur marrëdhënia jon me natyrën po vihet çdo ditë në provë, ka njerëz që nuk mjaftohen vetëm me fjalë, por zgjedhin të veprojnë. I tillë është edhe I ftuari ynë sot, është njëri prej tyre, pedagog, por edhe aktivist në terren, I angazhuar drejt për drejt në mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e një kulture më të përgjegjshme ndaj tokës. Së bashku me mua në studio është Erisel Kalema. I përshëndetje dhe mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për prezantimin. Është kënaqësi të kem, po mendoja në fakt kush do ishte personi I dur për të folur në ditën e tokës, edhe besoj që gjeta personin e dur. Ka qenë një bisedë vërtet interesante. Siç e thash edhe pak më herët, ju jeni edhe pedagog, ose ti nëse mund të më lejosh të drejtohem kështu, por edhe një person aktiv në terren. Çfarë të shtyn personalisht të angazhohesh në mbrojtjen edhe promovimin e natyrës? Duket sikur do flasim teorikisht, por në fakt është edhe një ndjesi, është një shqetësim, është një ndërgjegje që çdo kush duhet ta ketë për mjedisin e përbashkët, për të jetuar, për të krijuar mirëqenien, por edhe për t'i lënë diçka të ardhmes fëmijëve tan. Dëshira ose veprimtaria ose aktivizmi në mbrojtje të mjedisit të natyrës në përgjithësi ka nisur nga pasioni për ecjet malore në fakt. Aty shes se si ka degraduar natyra, se si është përkeqësuar, se si ne nuk kemi kujdesur për të, dhe se si natyra ne na kthehet në një mënyrë më agresive se ç'e mendojmë ne. Dhe duke parë këtë, si thua nga terreni, nga përvoja, e pash të arsyeshme personalisht që veç këtij pasionit për të shijuar natyrën, na duhet edhe ti shërbejmë natyrës. Ose siç thot një shprehje e bukur që natyra nuk kërkon asgjë, vetëm kërkon ta lësh të bësh. Të paktën e të lëm natyrën të bëj veten e vet dhe mos ndërhyjm, ose të paktën mos jemi agresiv me të, mos e dëmtojmë atë. Ktu ka nisur si një lloj pasioni dhe më pas edhe si një lloj ndërgjegje, pasioni dhe dëshira për natyrën, dhe më pas një ndërgjegje për të qenë aktiv. Vura re që fjalët, ashtu siç e thatë ju, nuk mjaftojnë, janë thjesht verb I cili I merr era. Ajo që neve duhet të transmetojmë, edhe duke lidhur pak edhe me profesionin si në arsim, mendoj që duhet modeli, duhet veprimi. Dhe kështu I lash pas fjalët dhe pash që fliste më shumë veprimi. Edhe pikërisht ne të kemi parë në veprim shpeshherë, të kemi parë në nisma të ndryshme edhe në mbjelljen e pemëve, edhe jam kurioze të di si lind një iniciativë për mbjelljen e pemëve, edhe sa e lehtë është I bësh njerëzit bashkë. Pra ta bësh komunitetin që të vit, mos shkosh vetëm ti si Eriselda, po dhe familja jote, po të bëheni disa njerëz bashkë. Në fakt ka nisur spontanisht. Duke qenë se ishte pasioni për malet dhe për ngjitjet alpine, hiking, ti gjen shokë të njëjtit pasion, miq të njëjtit pasion. Dhe se këto gjëra nuk bëhen edhe vetë. Unë dua të falenderoj të gjithë ata miq, bashkëpunëtor, shokë të njëjtit pasion, të cilët veç pasionit kishin edhe këtë pjesën e ndërgjegjes për të ndikuar në përmirësimin e mjedisit. Dhe fillon që të kuptosh me 3-4 veta, 3-4 shok, miq, shoqe, fillon të angazhosh për të bërë diçka të vogël. Nis për të bërë diçka sa më modeste. Ato mundësitë që janë, është një punë vullnetare, është një angazhim të rësisht qytetar dhe vullnetar. Po besoj natyra për gjëra të tilla ka nevojë. Po nëse këtë, si thua, e shumë fishon tek secili individ, fillon që çdo kush të paktën minimalisht do të thosha ka ndërgjegjen mos i jep me turinat kuturu. Fillon që
të krijojë një kulturë të kujdesit për mjedisin, për veten, për ambientin që na rrethon kështu me radhë. Kjo do ishte më minimalistja dhe besoj më bazike. Unë do thosha kjo i mësoj të fëmijëve që në 3 vjeç që në kopësht. Po mendoja të njëjtën gjë, duhet të jetë kulturë që kultivohet. Po, dhe ne si shoqëri nuk e kemi pasur një marrëdhënie harmonike të dashamirëse me natyrën, duke filluar që nga mjedisi që kemi rreth shtëpisë tonë, rreth ambienteve tona, lagjeve tona, komuniteteve tona. Nuk kemi interesuar shumë për këtë pjesë. Ndërkohë që lagja, komuniteti, kodra, mali, lumi është pjesë e jonë, është shtëpia jonë ku ne jetojmë. Nuk është se jemi kaq të diferencuar, nuk jemi larg prej tyre, nuk është se është diçka që nuk lidhet me jetën dhe me mirëqenien, me cilësinë e jetës që ne bëjmë. Kështu që fillon me pak individ derisa kuptojnë që qytetarët kërkojnë vetëm të besojnë dhe po arritet që ti si individ e ke bën vërtet me shpirt, e bën vërtet me ndërgjegje të pastër këtë, shoh që në kohë të paktën qytetaria nuk ka munguar as pak në këtë drejtim dhe është për të vlerësuar. Por gjithmonë bërthirje këtu për këto angazhimet qytetare, për këto angazhimet të shoqërive civile që duhet të krijojnë besimin, sepse me kohën besimi ka rënë shumë tek qytetarët edhe tek shoqëria civile për hir të vërtetës, jo vetëm tek institucionet, jo vetëm tek politika e kështu me radhë, por edhe tek shoqëria civile. Shpesh shoqëria civile i ka përdorur kauzat dhe rrjedhimisht edhe qytetarët për interesa të caktuara. Pra kanë qenë mjet dhe nuk ka qenë qëllime. Kur qytetarët arrin të kuptojnë që ky është një qëllim dhe nuk është thjesht një mjet, atëherë ata do bashkohen, ata ndërgjegjësohen dhe kanë vënë që shpesh në kulturën tonë ose në opinionin tonë qytetar e kemi si rregull, e kemi si normë për të kujdesur, por shpesh ky opinioni për të mos i bërë këtë gjën e mirë, nuk e di pse i ndos kësaj shoqërisë sonë, i step, i duket si diçka pa vlerë ndonjëherë. Po thellë brenda vetes qytetarët e kanë këtë ndjesi për të kujdesur për natyrën. Thjesht duhet t'i zgjosh edhe ti heqësh pak, nëse mos shpjegoj këtë turpin për të thyer opinionin për të bërë mirë për natyrën. Kështu e kanë nisur shoqëritë e tjera, të cilat janë më të zhvilluara, kanë arritur të kultivojnë tek qytetarët dashurinë për natyrën dhe kjo mund të jetë edhe për fenomena apo ngjarje të tjera që mund t'i përkasin shoqërisë. E rëndësishme është që ne duhet ta zgjojmë. Është tek qytetar, por duhet ta zgjojmë. Duhet të heqim këtë mentalitetin për të bërë dëm. Atë që shpesh quhet ky lloj mentaliteti ose ndjesie nekrofile, të duash të inerten, objektin, të tekshmen, materialen të dëmtosh. Dhe të zgjosh tek qytetarët biofilin dashurinë për të gjallën, organiken, për të bukurën, për mirëqenien, për atë që i shërben shëndetit dhe psikologjisë së individit dhe natyra ta jep këtë me kosto zero. Por si duket se kemi shpreh si duken reagimet e qytetarëve, përveç atyre miqve të tu që ti the e duan natyrën, edhe ne kemi parë keni ndërmarrë së bashku një sër nismash përvoja së bashku me Korça Alpin. Persona të tjerë, a janë bashkuar, qytetarë të thjeshtë që ndoshta nuk i kishit pjesë të grupit tuaj më parë? Në vitin 2023 ne kemi nismën si Korça Alpin me sot një fidan, nesër një pyll dhe ka qenë një grup i vogël, do ta quaj diku tek 20-30 persona. Kjo ka qenë viti 2023. Dhe menduam që mos e lëm vetëm me kaq, por të ketë vazhdimsi dhe ta kthejmë në një lloj tradite këtë, edhe pse ishim 20 veta, jo sot 30 qytetarë. Jo pak. Kuptohet, është edhe grupi jon shoqëror, ata që kishin pasionin për natyrën, dashamirësinë për natyrën e kështu me radhë. Dhe në vitin 2024, nesërisht menduam që zakonisht kur si ato filmat që kur del filmi i parë, filmi i dytë nuk është gjë. Dhe mendoam që nisma e dytë ose viti i dytë nuk do të ishte gjë, por përkundrazi. Po sa më tresh se të jetë ajo seria e parë, pastaj gati mezi presin edhe për të dytën, ë? Ne nuk e menduam përgjithsisht, kështu mendon se ishte diçka më e vogël. Viti i dytë do thoshin qytetarët a filluan prapë nga e para me të njëjtat gjëra kështu me radhë. Përkundrazi, në vitin 2024 u kthye në një festë të natyrës, ku vërtet e them me shumë kënaqësi, kam një ndjenjë nga zëllyer, ku shikoja që në kodrat e qytetit bashkoheshin fëmijë të moshuar,
familjar, prindër që merrin fëmijët e tyre dhe mbillnin fidan dhe më shumë se sa i fidani që do rritet ishte kjo dëshira që ata fëmijë po mbillnin një fidan me duart e tyre, që do t'i ngelet një mbres, do t'i mbetet një mbres që do ta kenë edhe kur të rritet dhe kur të bëhen adult. Ishin duke vendosur edhe emrat e tyre atje apo jo, në përpem. Sidomos fëmijët edhe ishte një kënaqësi më vete për ta kam E rëndësishme është që fëmijët të prek tokën dhe të mbyll pemën, të prek dheun dhe të mbyll pemën. Kjo ndjesia është një pjesë e asaj. Është një ndoshta kur të rriten mund të angazhohen me punë të tjera, por do t'ju ngelet në kujtesën e tyre, në mbresën e tyre që unë dikur kam mbjell fidan. Dhe kur të rriten ndoshta edhe fëmijëve të tyre që do t'ja kultivojnë këtë dëshirën për të mbjellë ose dëshirën për natyrën. Nëse do ta kenë të gjithë, po mjafton 10, mjafton 5, mjafton edhe 1 sikur të mbetet kjo. Por nëse bëhet vit për vit, nëse përhapet si aktivitet dhe si ndërgjegjësim, kjo fillon merr edhe një natyrë dhe një kulturë më qytetare. Kështu që në 2025 sërish filluam dhe vitin 2026 bëm të njëjtin aktivitet, jemi në vitin e 4 domethënë të kësaj nisme që sapo e përmbyll për këtë vit dhe shoh një interes që ndonjëherë them që mjafton ta marr qyteti, mjafton ta marr një qytetarët dhe çdo kush edhe në qetësinë e tij pa bërë shumë bujë mundet të mbjell një fidan pranë oborrit të shtëpisë vet, një fidan diku në kodrat e qytetit, mund të mbjell një lule apo diçka tjetër dhe kjo do të mjaftonte për të krijuar një kulturë të mirë dhe një marrëdhënie shumë të mirë me mjedisin. E vërtet. Mendon në të njëjtën kohë se kujdesi për mjedisin është edhe një tregues i nivelit të zhvillimit social të një shoqërie? Pa diskutim. Njeriu njihet nga karakteri kur sillet me atë që e ka si thua nën vete. Ne i tregojmë veten si sillemi me fëmijët, sepse ne më të pushtetshëm se fëmijët. Si sillemi me të marginalizuarin, me jetimin, si sillemi me kafshët, sepse ne mund t'i kemi në kontroll dhe jemi në hierarki, jemi më të pushtetshëm, dhe si sillemi me natyrën. Në qoftë se ne arrim të krijojmë një marrëdhënie dashamirëse me ata që janë poshtë hierarkisë ose pushtetit ton fuqisë son, tu tregojmë një vlerë shumë të lartë civilizimi për mendimin tim. Në momentin që neve tregojmë arrogancë të pushtetit, dhunë, apo forma diskriminimi, nëse do t'i referojmë në nivel shoqëror, atëherë tregojmë që jemi një shoqëri e keqe. Po të shikosh shoqëritë e zhvilluara, janë tepër të ndjeshëm ndaj asaj që është e dobët. Janë të ndjeshëm ndaj fëmijëve, janë të ndjeshëm ndaj kafshëve, janë të ndjeshëm ndaj jetimëve, janë të ndjeshëm pse jo edhe ndaj grave, dhe nëse shpesh janë parë si target grupi inferior i shoqërisë. Dhe më të brishta ndonjëherë. Jo, i kanë, domethënë madje janë shpesh janë trajtuar edhe si në shoqëria, dhe grupi dominant kanë qenë burrat. Dhe në këtë mënyrë ata kanë arritur të japin dinjitet çdo gjëje, të japin dinjitet fëmijës, të japin dinjitet gruas dhe njëkohësisht ta lënë edhe natyrën në proceset e veta. Nëse udhëton dhe shikon vendet e zhvilluara, është një përpjekje shumë e madhe për të kujdesur për natyrën. Edhe sepse problemi më i madh tek natyra është përplasja midis natyrës dhe ekonomisë. Ne kemi nevojë të zhvillohemi, të marrim përfitime ekonomike dhe shpesh neve në këto 30 vite tranzicion në shoqërinë tonë, në politikat midisore dhe ekonomike që janë nuk është marrë parasysh pothuajse fare mjedisi. Në shoqëritë e zhvilluara patjetër një variabël është mjedisi, variabël i panegociueshëm. Do zhvillojmë ekonominë, po mjedisi është e vështirë. Pa dëmtuar mjedisin, sepse mjedisi nuk është thjesht një si thua një lloj aspekti romantik që ti kërkon ta shijosh, por përkundrazi është edhe zhvillim, është edhe mirëqenie. Kështu që ne si shoqëri, unë do thosha jemi akoma përderisa kemi të rritur që hedhim mbeturinat jo në vendin e caktuar, mendoj që jemi akoma një shoqëri foshnjore. Jemi akoma në 3 vjeç kopsht. Po mësojmë. Por si mund ta motivojmë shoqërinë tonë për të ndërgjegjësuar, për të përfshirë më shumë, edhe si mund t'i motivojmë në veçanti do thoja të rinjt, sepse ata janë e ardhmja. Dhe nëse bëhet fjalë për të rinjt, këtu do specifikoja të përfshihen më shumë praktikisht, jo thjesht në rrjetet sociale. Se të rinjt i shohim në ditët e sotme, mendojnë që po përfshihen, po bëjmë mjaft, nuk është keq të promovojmë mjedisin në rrjetet sociale, por t'i motivojmë për të bërë diçka edhe në praktik. Kjo kërkon nga ata që duan të jenë aktivistë.
dhe duhet të angazhohen, të kërkon durim dhe vazhdimsi. E para, dhe e dyta, gjatë gjithë procesit të këtij aktivizmi duhet të krijosh besim që këta qytetarë, këta të rinj nuk po përdoren. Ne kemi një problem me besimin. Dhe jo pa të drejtë. Historikisht shoqëria jon, individët janë përdorur. Madje edhe sot mendojmë që nëse unë të bëj një të mirë, mendojmë ku e ka qëllimin, ku e ka interesin. Nuk mendojmë që thjesht njeriu mund të bëjë një të mirë dhe nuk e kërkon pas apo nuk ka ndonjë interes tjetër. Dhe nëse si aktivist, si shoqëri civile, arrim të kemi durimin dhe të kemi vazhdimsinë për të bërë këto gjëra. Dhe nga ana tjetër, të mos i përdorim qytetarët e të rinj, të mos ndihen të përdorur, sepse shumë fyesa. Besoj që shumë shpejt do të arrijmë këtë pjesë. Po kjo është një sfidë shumë e madhe për të krijuar besimin. Thyrja e besimit edhe rifitimi i tij është një proces shumë i vështirë. Këtë nuk është se e kam bërë unë dhe e ka bërë Jona, po është një proces historik që e ka kaluar shoqëria shqiptare. Dhe na duhet shumë që ta rifitojmë këtë besim. Madje unë do të thosha që ka edhe prindër që shpesh i thonë edhe të rinjve të tyre, pse merresh me këto gjëra? Pse duhet të bësh aktivist? Aty përfitimi ke ti? Ti nuk e di çfarë interesash kanë ata që po e bëjnë këtë e kështu me radhë. Jo pa të drejtë. E kanë pësuar dhe unë do të vendosa theksin tek rikthimi i besimit. Është sfidë. Jemi një shoqëri që përdoren dhe keq përdoret, dhe në këtë aspekt na duhet të kemi vazhdimsi dhe shpesh mos i dëgjojmë këto lloj opinionesh, por të vazhdojmë të kuptojmë që destinacioni jonë është për të bërë këtë të mirë, siç është rasti konkret i natyrës, i mjedisit. Kemi nevojë të vendosim një shembull ndershmërie si fillim. Mendoj që modelet të mund të na besojnë. Modeli është ai që tërheq dhe motivon dhe krijon më tepër besim. Sepse thjesht ti mund të flasësh dhe nëse përmend edhe rrjetet sociale për të rinj. Po. Nuk mjafton vetëm kjo. Po. Nuk mjafton thjesht të qëndrosh dhe ti ta promovosh. Okej, është një pjesë, është një nisje, është një shkëndij, por duhet ndezur zjarri. Nuk duhet të mjaftohemi vetëm dhe zjarrin fillon kur ti bëhesh aktiv, kur ti je i angazhuar. Dhe kur veprat ose kur puna është shumë më e madhe se sa fjalët. Dhe ne na duhet që ta nxjerrim këtë qytetarin apo këtë të rinj, të rën nga kjo kështjell virtuale ose kjo guask ku është mbyllur dhe të bëhet më aktiv, të lidhet. Dhe unë mendoj që e ardhmja do t'i takojë natyrës. Shumë shpejt do ta kuptojnë që e ardhmja do t'i takojë natyrës, sepse ne nuk mund të ikim dot natyrës. Ne jemi natyrë. Dhe duam ne do t'i kthehemi asaj. Sado mund të zhvillohemi, mund të modernizohemi, mund të zhvillohemi nga ana teknologjike e kështu me radhë, po tek e fundit shiko pak fundjavë, çdo kush kërkon të shkojë sa më pranë natyrës, kërkon të gjithë sa më shumë natyrë. Nëse çdo njeri do të kishte mundësinë të bënte një veprim të vetëm për tokën, cili mendon që do të ishte më i rëndësishëm? Po, kjo pyetje e vështirë, kjo s'është çfarë do bënte. Po shikoj, mjafton sikur edhe të mbjell një pemë. Sikur edhe mbeturinat. Imagjino si do mbush ajo, çdo njeri vetëm në botë të mbjellte një pemë do ishte fantastike. Po të shikoj për shembull të moshuarit, mbjellin një pemë dhe marrin nipin për shembull, ose mbesën, nëse do mbjellim një pemë, do mbjellim një lule, do kujdesemi për këtë. Do mbajmë sa më pastër mjedisin. Dhe nga ana tjetër, shumë e rëndësishme, sepse kjo është vetëm kulturë qytetare, këta qytetarë duhet të kenë edhe ndërgjegjen politike dhe institucionale për të kërkuar presion ndaj institucioneve për të bërë më të mirë ndaj mjedisit. Të reagojnë. Nëse diku në një fshat caktuar një lum do t'i merret ujë për të bërë një centrale apo diçka tjetër, qytetarët duhet të reagojnë. Ata fshatarë duhet të reagojnë atje. Nëse mua nuk më pastrohet lagja përpara pallatit, unë do të reagoj ndaj institucionit, sepse nëse unë kudo ku shikoj dëmtim duhet të reagoj dhe unë nuk kam tagrin as ligjin, as hierarkin për ta kontrolluar e dominuar qytetarin, bashkëqytetarin tim, po kam institucionin, kam ligjin. Dhe qytetarët duhet ta vendosin, si të thuash, në kërkesat e tyre, në kërkesat llogaridhënëse ndaj institucioneve, ndaj vendimarrësve, për të përmirësuar mjedisin. Fatkeqësisht e keqja mjafton vetëm një person dhe e keqja bëhet shumë e madhe. Një person tjetër mund të presë një pyll të tërë, mund të marrë një sopat dhe mund të presë një pyll të tërë dhe mund të jetë i gjithë fshati kundër prerjes së pyllit, po pikërisht heshtja në këtë rast
bën vendimin të madh. Në qoftë se do shkatruese. reagojnë, edhe ai fshatari që do bëj të keqen do të ndalohet. Kështu që unë mendoj e para një do të kemi mendjen, ndërgjegjen për të reaguar dhe për të qenë të ndjeshëm ndaj mjedisit, dhe pastaj aspekti kulturor, kur gjithsecili përpiqet në mënyrën e vet për të kujdesur për mjedisin me ato mundësi që i jepen në rrethanat e tij jetësore kështu me radhë. Erisel, të pa e kuptuar, në fakt kemi mbërritur në fund të programit Buzëqeshit ditës. Unë falenderoj për gjithë mençurinë dhe motivimin që i ke sjellë sot këtij programi dhe do doja që ta mbyllim programin me një urim për ditën e tokës prej teje. Toka. Ne, si thon, nga toka kemi ardhur drejt tokës do të shkojmë. Për asaj jemi është vendi ku ne rim. Ku na qëndrojnë këmbët. Domethënë sado mund të hidhemi lart përsëri këtu do të vim. Ajo na treq, ajo na mban. Ajo na ushqen. Ajo kujdeset për ne dhe këtë mjedis dhe këtë taban që na mban dhe na ushqen, neve duhet jemi shumë mirënjohës. Dhe mirënjohja nis ta minimizojmë dëmet e saj dhe të përpiqemi të shërbejmë ose të bëjmë atë që toka dhe natyra kërkon prej nesh. Shpesh unë do thosha, mjafton ta lëm natyrën të bëj procesin e vet. Ajo nuk kërkon asgjë dhe të fal gjithçka. Shumë e vërtet, shumë e bukur kjo që sapo ndave. Shumë faleminderit për gjithçka që përsolle sot. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte ime. Të dashur dëgjues, faleminderit që ishit së bashku me ne sot në Buzëqeshit ditës. Ju uroj një ditë sa më të bukur në vazhdim. Vazhdoni të buzëqeshini ditës. Mirë dëgjofshim në puntatën e radhës.